تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatat dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithditur i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Më tutje vazhdojmë me librin e çmuar El-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi edhe pak në temën e, domethënë, hadithet që flasin për rregulla dhe mënyra, domethënë, për vizitën e të smurit, edhe vlerën që ka kjo vizit. Dhe sot me lejnë Allah të mbarojmë këtë kapitull. Thot autori Imam Bukhari rahimahullah, babu men salla inda al-marid. Do të thënë temë tjetër që ka të bëjë me a bën të falet njeriu te i vdekuri. Ka thënë حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة. Do të thënë me këtë zinxhir transmetohet se Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma e ka vizituar Ibn Safwanin dhe ka hyrë koha e namazit. فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين. edhe është falur Abdullah ibn Umeri, do të thënë ka qenë imam dhe ka falur 2 rekate. وقال إنا سفر, edhe ka thënë unë jam udhëtar. Pra në këtë ndodhi ose në këtë transmetim shohim edhe një çështje tjetër, vlera e vizitës smurit. Do të thënë, kjo është edhe një argument tjetër për vlerën e vizitës smurit, edhe shohim se ka qenë moral i sahabeve që i kanë vizituar atë që ka qenë i smur dhe kanë qëndruar me të, dhe gjithashtu këtu përmendet rëndësia e kryerjes së namazit në kohë. Do të thënë, nxitimi i sahabeve për ta kryer namazin në kohë. Po ashtu çështje tjetër është vlera e namazit me xhamat. Më thënë, edhe pse kanë qenë të shtëpia e të smurit, e kanë falur namazin me xhamat. Dhe gjithashtu Abdullah ibn Umeri ka qenë udhëtar, edhe kjo tregon se ka udhëtu, do të thënë, për vizitë smurit, ose ka qenë udhëtimi për diçka tjetër. Me rëndësi është që ka qenë udhëtar, edhe ka falë namaz, ka qenë imam, po ai për vete ka shkurtuar. Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pasi i jep selam imami, që është udhëtar dhe shkurton namazin, thot inna qaumu safar ose inna safar. Këtu është përmendur, do të thënë ne jemi udhëtar, ose unë jam udhëtar, do thot pra të tjerë që ta plotësojnë namazin. Mos mendojnë se gaboj dha selam para kohë, ka mundësi dikush tjetë në mesin e tyre që nuk e di se ai është udhëtar dhe e shkurton. Prandaj, do të thënë, thuhet kjo fjalë.
Ibn Safwan, që është përmendur, do më thënë më e parafërta është, ose demek çka mund të kuptohet është se bëhet fjalë për Abdullah ibn Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. Do thotë ky është prej sahabeve radhiyallahu anhu, ka qenë njëri i njohur për bujari, edhe ka qenë si shembull për bujari. Është përmendur se Muawiya radhiyallahu anhu ka bërë haxh, dhe atëherë kur ka shku në haxh, do të thënë nga qendra e shtetit islam në Damask, ka shku në Mekë, e ka pritur Abdullah ibn Safwan, do thotë ka dalë jashtë, e ka pritur para se të vi me deve, dhe ka udhëtu, ka ecur bashkë me ta. Edhe këto, do të thënë, me këtë janë çuditur se nuk e kanë ditur ata banorët e Shamit, nuk e kanë ditë për kë bëhet fjalë, dhe përmendin pastaj se kur kanë hyrë në Mekë brenda, kanë pa një kodër të zbardhur, do të thënë me dele. Do thotë është mbulu kodra me dhen, që kanë qenë të Abdullah ibn Safwanit, edhe ai ka thënë ja emir al-mu'minin, hadhihi al-fashatin ahraztuha. Do të thënë o prijesi besimtarve, këto do të thënë janë 2000 kokë dhen që i kam ruajtur për ju, do të thënë për ty edhe për shoqëruesit e tu. Dhe pastaj pas kësaj ata banorët e Shamit kanë thënë ma ra'ayna askha min hadha al-a'rabi. Pra nuk kemi pa njeri më bujar se ky arab, do të thënë. Gjithashtu thotë se ka shku një njeri te Muawiya radhiyallahu anhu, ka shku nga Mekka, edhe Muawiya ka pyetur men yut'imu an-nas bi Mekka. Do të thënë kush i furnizon njerëzit me ushqim në Mekë, ka thënë Abdullah ibn Safwan. Edhe atëherë Muawiya ka thënë tilke narun qadime, do të thënë ajo është zjarri i vjetër. Do thotë shtëpia e tij ka qenë gjithmonë, do të thënë për të përgatitur ushqim për nevojtarët, për musafirët dhe për udhëtarët, edhe për secilin që ka nevojë, do të thënë. Është zjarri i vjetër. Do thotë ky është sahabi i madh, e ka vizituar Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhum ajma'in, dhe pra e ka falë namazin në shtëpinë e tij kur ai ka qenë i smur, dhe u tregu, do të thënë, se si është falur namazi në këtë rast. Pra ky hadith është edhe një prej haditheve që tregojnë vlerën e vizitës së smurit, që kemi përmendur shumë hadithe për këtë kuptim. Në temën tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah, babu iyadatil mushrik, do të thënë vizita e mushrikut, si janë rregullat për ta. Pra thamë në mësimin e kalum, iyada do të thotë vizita e smurit, pra vizita e smurit mushrik. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. Pra me këtë zinxhir të fuqishëm, transmeton Imam Bukhari nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot se ka treguar Anas ibn Malik që ka qenë një djalosh, një çun prej jahudive, që ka qenë shërbetori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Femerid, edhe është smur. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauduhu, edhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoi tek ai që ta vizitoi. Faqa'ada 'inda ra'sihi, edhe ulte koka e tij. Ju ulte koka, do të thënë këtij të smurit, edhe i ka thënë aslim, do të thënë pranoje islamin, hyr në islam.
Dhe thot fanadhara ila abihi wa huwa inda ra'sihi, atëherë ai e shikoi babain e vet, që ka qenë pranë kokës së tij. Atëherë i jati i ka thënë ati' Abul Qasim, domethënë bëj si thot Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Pra Abul Qasim është kunja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai e ka pranuar Islamin dhe domethënë pas kësaj ka vdekur. Edhe thot fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, thot ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shtëpisë së tij duke thënë alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Më thënë lavdi Allahut, falënderimi Allahut që e shpëtoi prej zjarrit të xhehenemit. Pra ky hadith është argument se lejohet vizita e të smurit edhe nëse është mosbesimtar. Pra lejohet të vizitohet mosbesimtari kur smuret. Do thot mirë po, kjo vizit duhet të shihet nëse ka ndonjë dobi në të. Nëse është, domethënë që mund t'i bësh ta vetë, domethënë të thrasësh në Islam, ajo është më e mira. Domethënë siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thotë vizita e të smurit prej mosbesimtarëve. Pra nëse është për thirrje në Islam, ajo është më e mira, si thot Sheikh Zeid këtu, nurun ala nur, domethënë është dritë për mi dritë, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por edhe për bamirësi ndaj mosbesimtarëve, të cilët janë paqe me muslimanët. Domethënë këtë bamirësia ndaj tyre nuk është ndaluar. Do thotë Allahu ka thënë nuk ju ndalon Allahu të jeni bamirës, domethënë dhe të drejtë ndaj atyre që nuk ju luftojnë në fe. Edhe nëse janë domethënë prej ahlul kitabit po edhe prej feve të tjera. Do thotë lejohet të vizitohen edhe bamirësi të tjera, domethënë sikur dhënia e dhuratave kështu me radhë. Madje edhe pranimi i dhuratave, gjithashtu kanë thënë dietarët, se është pjesë e bamirësisë që nuk ne ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me këtë hadith ka një çështje që kanë përmendur dietarët. A pranohet, domethënë ai pranohet pranimi i Islamit fëmisë, domethënë që nuk është në kohën ose moshën e pubertetit. Thotë sipas argumenteve, shkurtimisht, domethënë gjitha argumentet janë se nëse fëmia edhe nën moshën e pubertetit, ose madje edhe nën moshën e temjizit, domethënë nën moshën 7 vjeçare, e pranon Islamin, është e pranueshme. Kurse nëse bën ridde nën moshën e pubertetit, atëherë nuk llogaritet. Domethënë nëse del prej Islamit nuk llogaritet, kurse nëse hyn në Islam, atëherë i pranohet se për shembull si e ka pranuar Islamin Aliu radhiyallahu anhu. Edhe u ka thonë sahabëve, domethënë unë kam pranuar Islamin kur kam qenë fëmijë që nuk kam kuptuar, do thotë që atëherë kam pranuar Islamin. Edhe këtë hadith e marrin për argument dietar, që domethënë se ky djalosh ka qenë i vogël, domethënë nën moshën e pubertetit. Po ashtu ky hadith është argument se lejohet domethënë bashkëpunimi tregtar ose transaksionet me mosbesimtarët. Pra lejohet që muslimani ta punsoj mosbesimtarin, ta ketë edhe shërbetor në shtëpi, edhe lejohet tregtia, gjithashtu lejohet edhe të punojë edhe muslimanit e mosbesimtari. Por kuptohet, domethënë në esencë muslimani duhet të zgjedh musliman, domethënë për shkak të fetarisë dhe besnikërisë. Por është e lejuar që këto marrëdhënie të dunjas, domethënë, lejohet që të ketë edhe me mosbesimtarë dhe mushrik, nëse nuk janë prej atyre që i luftojnë muslimanët dhe e luftojnë Islamin. Është më rëndësi te ky hadith, ndoshta besoj e keni dëgjuar shumë, e përmendin shumë prej njerëzve që flasin në emër të Islamit,
e përmendin si argument se për lidhje të plot mes muslimanëve dhe mosbesimtarëve, sikur nuk ka asnjë kufi. Edhe madje disa që i thonë vetes hoxhallarë dhe dietar që janë të njohur, pra thonë se ehlul kitab nuk janë mosbesimtar. Edhe ata janë, domethënë, besimtar, edhe i besojnë një libri, edhe ndjekin një sheriat një pejgamberi. Kjo padyshim nuk është e vërtetë, sepse çdo sheriat edhe të gjithë librat janë abrogu me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sjellin këtë hadith edhe tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë, ka shku te ai jahudia kur ka qenë i smur, nuk ka pasur, domethënë, asnjë lloj pengese kështu me radhë. Edhe tregojnë vetëm pjesën që e ka vizituar. Mirë, por nuk tregojnë, nuk e përmendin shumë pjesën e fundit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë elhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Domethënë, falënderimi dhe lavdia i qoftë Allahut që e shpëtoi prej xhehenemit. Domethënë se nëse kishte vdekur si jahudi, do të kishin në xhehenem. Edhe mirë, po ka shpëtuar prej xhehenemit që ka hyrë në islam. Dhe kjo padyshim është argument se nuk hyjet në xhennet edhe nuk ka shpëtim prej xhehenemit përveç se me islam, vetëm me tauhid dhe ndjekje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, ai që nuk e pranon tauhidin, ose ai që bën shirk, ose ai i cili pretendon se është në tauhid, por nuk e pranon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë nuk shpëton asnjëherë, edhe nuk hyn në xhennet asnjëherë. Pra kushti i hyrjes në xhennet është Islami. Gjithashtu ky hadith është argument për nxitje, për da'wa, për thirrje në secilin rast që ka mundësi njeriu. Domethënë edhe nëse takohesh me një mosbesimtar në vendin e punës, në mjetin e udhëtimit, nëse të bie të udhëtosh bashk, edhe nëse e viziton atë kur është i smur, ose vjen ai për ndonjë rast në shtëpinë tënde, domethënë në secilin rast duhet njeriu muslimani ta shfrytëzoj për përhapjen e kësaj mirësie. Domethënë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzuar që ka shpëtuar ai prej xhehenemit. Edhe ky është qëllimi i besimtarit, domethënë që ti shpëtojmë njerëzit prej zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj të gjithëve. Po në temën tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babu ma yuqalu lil marid. Domethënë, çka i thuhet të smurit. Ka thënë haddathana Ismail ibn Abi Uwais قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Pra transmetohet këtu nga Hisham ibn Urwa, i cili transmeton nga Urwa ibn Zubair, dhe ai transmeton nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina wu'ika Abu Bakr wa Bilal. Do të thonë kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, usmurën Abu Bakri dhe Bilali. Do të thonë me ethe, do të thonë me temperaturë edhe me smundje të rëndë. Qalet fadakhaltu alayhima, thot Aisha radhiyallahu anha, shkova për t'i vizituar, edhe thash ja abata kayfa tajiduk, o babi im, do të thonë si je, edhe ka thonë Bilal si je, wa ja Bilal kayfa tajiduk, qal وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول هذا أبو بكر رضي الله عنه كر إكا هيب تمبراتورا برا كر اسمور كثان كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. Prasëci linjeri zgjohet mëngjes në familjen e tij, domethënë i gjallë, edhe mund të jetë edhe shëndosh, por vdekjen e ka më afër se lidhsat e këpucëve të tij. Thot wa kana Bilalun idha uqli'a anhu yarfa'u aqiratahu fa yaqul. Edhe Bilali kur i largohej sikleti i madh i smundjes, e ngrinte zërin dhe thoshte ela lejte shi'ri hal
أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. Dhët si më thonë, pra kjo poezi ose këto vargje nuk janë që i ka thonë Bilali, i ka thonë tjetër kush më përpara. Më herët, do të thonë një prej banorëve të Mekës që e kanë largu nga Mekka, ka thonë sikur ta ndjeja, do të thonë sikur të kisha mundësi edhe një herë ta ndjej, ose a do të kem mundësi edhe një herë të flej një natë në luginën të Mekkës, do të thonë është qëllimi në luginën e Mekkës, edhe rreth meje të kem vetëm këto, do të thonë ato barnishtat edhe ato gjembat e vegjël që dalin në Mekë, Idhkhir edhe Xhalil. Wa hal aridan yawman miyaha majannatin, edhe a do të kem mundësi edhe një herë të shkoj te burimet e Mexhennes, do të thonë që është pak milja, do të thonë afër Mekës. Wa hal yabduwan li shamatun wa tafilu, edhe a do të shoh edhe një herë, do të thonë këto dy kodra, Sham edhe Tafil. Do të thonë ky ka qenë përmallimi i sahabeve për Mekën, pra e kanë dashur me dashuri të madhe, dhe kjo do të thotë që nuk kanë hikur ata nga Mekja, do të thonë me qef. Patjetër se shpërngulja nga një vend në një vend tjetër ka vështirësi, nuk është ashtu, do të thonë e thjesht. Pra secili njeri, kështu Allahu e ka kriju njeriu, ashtu me këtë natyrë që e do vendin e vet. Edhe secili, do të thonë i lidhet zemra me vendin ku është ku ka lindur ose ku është rritur, ku ka jetu në fillim të jetës, madje edhe nëse nuk është në fillim, do të thënë ku e ka kalu një pjesë të jetës, lidhet zemra me atë vend, edhe nuk është lehtë largimi prej atij vendi. Prandaj hijreti është një prej ibadeteve më të mëdha. Do të thënë hijreti që është kulmi i Islamit, edhe xhihadi në rrugën e Allahut, do të thënë kërkojnë sakrifikim shumë të madh. Do të thënë që njeriu të shpërngulet nga ai vend që e do. Edhe s'ka dyshim se sahabët janë përmalluar shumë për Mekën, edhe kanë përmendur, sidomos në fillim, pra mund ta imagjinoj secili, në fillim kur kanë shkuar në Medinë, edhe përmallimi për Mekën ka qenë prezent, mirë po edhe klima është ndryshon shumë, do të thënë Mekja me Medinën, dhe shumë prej sahabeve janë smur në fillim. Edhe kjo ja ka shtuar edhe më shumë, do të thënë përmallimin për Mekën. Mirë po kanë qenë qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra kur është kthy Aisha radhiyallahu anha thot, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, do të thonë u ktheva te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregova, do të thonë se kam vizituar babain dhe Bilalin. Edhe kjo është në transmetim tjetër përmendet para se të shpallen ajetet e hijabit. Do të thonë nuk ka qenë atëherë e ndaluar, dhe për këtë shkak ka vizituar edhe Bilalin radhiyallahu anhu. I ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilayna al-Madina ka hubbina Makkah aw ashad. Ka thënë, o Allah, na i bëj të dashur Medinën siç e kemi dashur Mekkën, madje edhe më shumë. Do të thonë më shumë ta duam Medinën se Mekkën. Wa sahihha wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Edhe ka thënë na, do të thënë na i bëj të shëndetshme Medinën dhe na beko në mallrat ose në ushqimin e Medinës, do të thënë edhe ajo që matet me sa', edhe ajo që matet me mud. Edhe kemi sqaruar më herët se këto janë dy masa matse për sasi që i kanë përdorur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sipas sqarimeve të dietarëve në për libra dhe studiuesve të kësaj kohe, do të thënë një mud është
i barabartë me 750 mililitra, do më thënë në kohën tonë, kurse një sa ka 4 emdad, do më thënë 4 mudde. Pra ka thënë wasahihha, do më thënë bëhet shëndetshme ose shëroje, pra Medinën dhe banorët e Medinës, wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, edhe na e beko sa'in dhe muddin, wa nqul hummaha faj'alha bil juhfa, edhe largoje ethet e Medinës ose këtë smundjen që ka qenë në Medinë, edhe çoje në Juhfa. Kurse Juhfa është një vend tjetër, edhe Juhfa është mikati për banorët e Shamit dhe të Egjiptit, edhe secili që vjen nga perëndimi. Do të thënë është ky mikat për ku bëhet ihrami për haxh dhe umre. Në atë kohë, do të thënë banorët e Juhfës kanë qenë mushrik, që kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, prej përfitimeve të këtij hadithi, tham se tregon se sa kjo tregon, do të thënë, sakrificën edhe shpirtërore të sahabeve. Do të thënë nuk duhet ta kuptojmë shpërnguljen ose hijretin, do të thënë vetëm si shpërngulje të trupit. E kanë lënë shumë herë përmendet, e kanë lënë pasurinë, e kanë lënë familjen, do të thënë dikush edhe prej antarëve të familjes ka lënë, mirë po gjithashtu e kanë lënë edhe vendin që e kanë dashur. Do të thënë, si tham, kjo është natyrë me të cilën Allahu i ka kriju njerëzit. Nuk ka nevojë të vinë njerëz të na japin ligjërata për dashurinë ndaj kombit ose vendit. Aja nuk ka nevojë të mësohet. Do të thënë, secili e ka në zemrën e vet dashurinë për vendin e vet. Kush prej jush nuk dëshiron që vendi i tij të jetë më i miri, më i përparuari, më i rregulluari, më i udhëzuari në Islam, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, secili e dëshiron atë. Edhe nuk ka nevojë të vijë dikush edhe të na marrë ligjërata se duhet ta dush kombin, a është kombi a feja. Kjo është, kemi thënë edhe tjetër herë, pyetja më e çmendur që ekziston. Do të thënë, a është kombi apo feja përpara? Kuptohet se kombi është një pjesë e dunjas. Edhe dashuria ndaj kombit edhe ndaj vendit është natyrë e njeriut. Kurse feja është diçka me të cilën njeriu kërkon shpëtim në ahiret. Edhe pa dyshim se ajo është më parsore. Do të thënë, sepse kjo jetë këtu me kombin, edhe me kerrat e me krejt, do të mbaroj shumë shpejt. Kurse njeriu punon me fejnë e tij për jetën e përhershme. Edhe nuk ka dyshim se feja është më parsore. Edhe turp t'ju vijë atyre që me të vërtet ju vjen turp të thonë kështu. Thonë si dyshit, si munda shpirti edhe trupi e kështu me radhë. Veç palavra, do të thënë, janë lajkatime ndaj mosbesimtarëve. Se, do të thënë, njeriu besimtari, sidomos muslimani, duhet ta ngrej kokën lart edhe të thotë për mua feja është më parsore. Kjo nuk do të thënë se unë e urrej ose e tradhtoj kombin tim. As një grimc, do të thënë, përkundrazi, pikërisht pse e du kombin edhe du vendin tim, du t'u sqaroj Islamin edhe t'u përhapi Islamin, që të shpëtojnë i gjithë kombi im. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në surën Yasin, që një prej njerëzve, do të thënë, që ka thirrë në tauhid, ka thirrë në Islam, në besim në Allahun, edhe e kanë vrarë, edhe në momentin që ka vdekur, do të thënë ka qenë shahid, menjëherë ka thënë ja lejte qaumi ya'lamun. Do të thënë sikur ta kishin ditë këta edhe populli im. Do të thënë momentin që e ka pa pra mirësinë e ahiretit. Do të thënë nuk e ka dëshiron që edhe kombi i tij, populli i tij ta kishin ditë këtë mirësi që fiton me Islam edhe me sakrificën në rrugën e Allahut. Do të thënë dëshirojmë ne që kombi jon ta di edhe ta kuptoj, kurse ata që duan t'i pengojnë nga Islami janë armiqtë e vërtet të kombit dhe tradhtarët e vërtet. Edhe ata që thrasin në devime, në bidate, do të thënë ata janë tradhtar të umetit dhe të kombit. Prandaj nuk ka diçka që njeriu të friksohet, thotë se për mua është feja më parsore, kuptohet në këtë aspekt. Më parsore është nëse kombi yt, populli yt të nxjerrin nga vendi, cila është më parsore?
pa dyshim se është feja, për ta ruajtur fen, kështu kanë vepruar sahabët, edhe popull shumë para sahabeve dhe tjerë, megjithëse sahabët janë populli më i mirë i njerëzimit, por nuk është hera e parë. Do të thonë edhe popujt më parëshëm janë largu nga vendi, janë largu pejgamber, janë vrarë në këtë rrugë, edhe më vonë pasuesit e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve janë largu nga vendi ose janë burgosur, janë luftuar, por asnjëherë fen nuk e kanë braktisur. Në këtë hadith kuptohet, do të thënë, përfitojmë gjithashtu se preferohet lutja për të smurin. Do të thënë si është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të shërohen këta dy dhe të shërohet gjithë Medinja, është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është lutur që t'ia bëj të dashur Medinën, është lutë Allahut që t'ua bëj Medinën të dashur, edhe më të dashur se Mekkën. Edhe kjo ka ndodhur që pastaj sahabët edhe muhaxhirët që kanë ardhur në Medinë, thotë nuk e kanë këmby Medinën me asgjë tjetër, por dashuria të thotë ndaj Medinës ka qenë e pakrahasueshme. Gjithashtu lejohet, do të thënë ky hadith tregon se lejohet lutja kundër mosbesimtarëve, madje edhe me smundje. Do të thënë të lutja kundër një populli mosbesimtar që e luftojnë Islamin, lejohet që të lutet njeriu që ata të dërgojë Allahu smundje, thatësi, shkatërim e kështu me radhë. Do të thonë kjo është e ligjshme. Në temën tjetër thot autori rahimahullah, babu ma yujibu al-marid, do të thonë si përgjigjet i smuri. Përndryshe këtë temë që ka përmendur se çka i thuhet smurit, ka edhe një tjetër hadith, po siç e dini hadithet e dobta nuk i përmendim. Do të thonë këtu hadithi që është përmendur këtu është zinxhiri i dobët. Prandaj këtë ka përcem, mirë po kuptimi i njëjtit hadith pak më vonë do të përmendet me hadith sahih, që i thuhet, më herët kemi thonë se i thuhet të smurit tahurun, la ba'sa alayka tahurun insha Allah. Do të thonë këtë kemi kalu, edhe pjesa tjetër, sallallahu alazim rabbil arshil azim, do ta lexojmë më vonë. Thot si duhet përgjigjet i smuri, ose si përgjigjet i smuri. ثوت حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر. ثوت pra me këtë zinxhir se ka ardhur Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi, ka ardhur te Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Thot wa ana indahu, thot transmetuesi thot kur unë isha aty, afër atij. Faqala kayfahu, ka thënë Hajjaji, do të thënë transmetuesi është Said ibn Jubair rahimahullah, ka qenë te Abdullah ibn Umar kur ai ka qenë i smur dhe ka ardhur Hajjaji aty. Dhe ka thënë Hajjaji si është ai? Ka thënë Saidi salih, do të thënë mirë, ose është njeri i mirë. Edhe pastaj i ka thënë atij Hajjaji, i ka thënë Abdullah ibn Umerit, men asabek, do të thënë kush ka plagosur. Dhe ndodhia është që një njeri ka, do të thënë kjo ka ndodhur në kohën e haxhit, në Mina ose në Arafat. Por më saktë Allahu alem në Mina ka ndodhur që dikush ka gjuajtur një shigjet. Sipas një transmetimi, do të thënë ka gjuajtur një shigjet, edhe i ka rënë Abdullah ibn Umerit në kam për mi gjuhë, do thotë. Kurse transmetim tjetër është që një njeri ka pasur shigjet me vete, dhe ajo shigjeta ka qenë me helm. Edhe kur ka kaluar pranë Abdullah ibn Umerit, e ka lëndu në kamb. Edhe
atëherë është helmu, do të thonë nga ajo shigjet dhe është smur. Pastaj pas një kohe ka vdekur Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu për shkak të kësaj. I ka thonë Haxhaxhi men asabek, kush të qelloi? Ka thonë asabani men amara bi hamli silahi fi yawmin la yahillu fihi hamlu. Do të thonë më qelloi ai që ka urdhëruar për bartje të armës në ditën kur nuk lejohet bartja e armës. Pra ti, do të thënë i ka thënë Haxhaxhit. Edhe ky është një transmetim tjetër i ka thënë direkt ti, sepse ti ke urdhëruar, do të thënë për bartje të armëve në ditën kur nuk lejohet bartja e armës. Do thotë pra në ditën e Xuma edhe në ditën e Bajramit, në ditët e Bajrameve dhe në kohën e Ihramit ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që muslimanët të bartin armë, do thotë me veti, kurse Haxhaxhi ka urdhëruar që edhe në Haxh, do të thonë edhe në Arafat, edhe në Mina t'i kenë armë me veti. Edhe prandaj ka ndodhur ky aksident, do thotë që dikujt i ka shpëtuar ose ka gjujt shigjetën, jo për ta vrarë ose për ta lëndu Abdullah ibn Omerin, po me gabim, do të thonë, është lënduar Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma. Në tjetër transmetim ka thënë Haxhaxhi, tregom kush ka lëndu që t'ja heq kokën. Do të thonë, pra dënim se Abdul Malik, do të thënë Khalifja, Abdul Malik ibn Marwan, e ka urdhëruar Haxhaxhin që ta nderoj Abdullah ibn Omerin. Do të thënë ka ditur vlerën e tij edhe si sahabi dhe si dietar i sahabëve. Edhe prandaj ka thënë tregom kush të lëndoi që ta dënoj, do thotë, siç ka vepruar. Mirpo ai ka thënë më lëndoi ai që ka urdhëruar bartjen e armës. Do të thënë këtu është mos ketë armë askush, edhe ti ke urdhëruar dhe kjo ka ndodhur. Ky është argument për këshillën për ndaj pushtetarit, do të thënë direkt. Pra Abdullah ibn Omeri nuk ka shku siç bëjnë hizbit, do të thënë shumë prej tyre si Selman Aude, Muhammed Arifi, të gjithë janë të incizuar me zë dhe me video, me pamje. Do të thënë si kanë lëvdu disa pushtetar. Konkretisht Gaddafin, kur kanë shku në Libi, edhe kanë marrë, do të thënë, dhurata të majme prej tij, edhe kjo është vërtetuar gjithashtu me dokumente. Mirpo çuditë se si e lëvdojnë. Edhe në atë kohë, do të thënë, Gaddafi ka bërë kurthe ndaj disa shteteve muslimane, edhe kryesisht ndaj Saudis. Selman Auda atëherë e lëvdon sikur të kishte qenë Omer ibn Abdulaziz, do të thënë. Do të thënë afër tij. Në momentin kur ka fillu kjo pranvera e zymt që e quajnë, më thotë, atëherë kanë dalë këta kundër Gaddafit. Do të thënë, edhe tregojnë se janë shumë trima, se nuk i friksohen pushtetarëve të flasin. Kjo është dyftyrsi, nuk është trimëri. Do të thënë, trimëria është para pushtetarit, edhe nëse është zullumqtar, me ia thonë të vërtetën. Kurse para popullit me urdhëru ashtu si ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që t'i binden pushtetarëve, edhe dëgjojnë edhe ta durojnë padrejtësinë, ashtu si ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse pushtetarin me këshillu që të përmirësohet. Ky është synimi i njerëzve të sinqert që duan të përmirësohet pushtetari, edhe të përmirësohet populli dhe të përmirësohet rendi në shtet, edhe harmonia mes pushtetit dhe popullit. Do të thënë, ky është qëllimi i njerëzve të sinqert. Do thotë, ata që thrasin për bindje ndaj pushtetarëve, nuk janë me sinqeritet dhe me Kur'an dhe Sunet, nuk janë as që u friksohen pushtetarëve, as që kanë interes të pushtetarët. Edhe si kanë thonë disa prej dietarëve, Sheikh Ibn Baz, edhe të tjerë, kanë thonë ne kur jemi ose edhe prej dietarëve të selefit, nuk më kujtohet tash sakt cili prej dietarëve ka thonë, kur jemi me pushtetar, kur jemi afër pushtetarëve, jemi me popullin, dhe kur jemi afër popullit, jemi me pushtetarët. Do të thonë, në këtë mënyrë
rregullohen raportet mes pushtetit dhe njerëzve. Edhe a ka nevojë secili e di, nëse do me pajtu dy palë, a shkon të secila palë me fol keq për tjetrën, apo shkon të secila palë me thonë se ti e gabim, kurse ai është mirë, edhe ai ka thonë fjalë të mira, ai kujdeset për ty. Thotë, në këtë mënyrë bëhet pajtimi dhe rregullimi i gjendjes dhe situatës. Kurse, mirë po shumica e këtyne që janë të sprovuar me fjalët e xhavarixhve, vështirë edhe t'i kuptojnë këto çështje që janë me të vërtet bazat e logjikës, para argumenteve sheriatike. Më thënë, mjafton vetëm logjika e shëndosh dhe e sinqert, por shumë larg. Po, këto ishin diçka në lidhje me këtë hadith. Pastaj në hadithin e radhës dhe temën tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, do thotë këtu ka një temë tjetër para se të arrim, mirë po hadithet dobta, babu iadatil fasiq, do më thënë vizita e gjunaqarit ose fasikut. Pastaj do më thënë edhe një temë tjetër, vizita e grave, do më thënë gruaja ta vizitoj burrin e smur. Do thotë këtu hadithet që përmenden janë të dobta. Mirë po do të flasim, si ka folë Sheikh Zejdi, në lidhje me këtë temë. Do të thënë gjitha këto hadithe tregojnë vlerën e vizitës të smurit. Dhe nuk ka dyshim se secili, do thotë prej muslimanëve edhe prej atyre që kanë, do të thënë, gjendje të mirë, edhe duket tek ata devotshmëria, edhe ata që kanë mëkate, edhe ata që kanë bidate, edhe ata që janë në kufër, do të thënë lejohet vizita e tyre. Veçanërisht nëse ka mundësi njeriu që ti thrasë në islam, ose ka ndonjë dobi, do të thënë ose i thret në islam, ose e kryen atë bamirësi që është pjesë e moralit ton, moralit islam, për cilin na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Por nëse bëhet fjalë për një mëkatar që i bën mëkatet haptas, edhe shihet mëkati i tij te njerëzit dhe nuk kthehet nga ky mëkat, edhe nuk ka mundësi që njeriu në këto momente ta këshilloj, se nëse shkon edhe te ky mëkatar dhe këshillon që të kthehet, pendohet, ta përfundoj pjesën e mbetur, ta përmirësoj pjesën e mbetur të jetës së tij me teube dhe me fjalë dhe vepra të mira, me ndonjë sadaka, do të thonë të përmirësohet në fund, është e dobishme për ta. Atëherë, kështu lejohet. Gjithashtu edhe për bidatxhiun. Por nëse janë këta mëkatari që i bën mëkatet haptas, ose bidatxhiu që është thirrës për bidat, që vazhdojnë bidatin e tyre, edhe njerëzit ka mundësi ndikohen, ose njerëzit janë ndiku prej tyre, por ndikohen me vizitën e këtij personi. Shkon një njeri, do të thënë që është me dituri ose është thirrës, edhe shkon te ai njeri i bidatit, atëherë kjo shkakton që njerëz të mashtrohen edhe të devijojnë për shkak të kësaj, atëherë nuk lejohet. Do të thënë nuk lejohet vizita e njerëzve të bidatit që thrasin bidat, pa e sqaru gjendjen e tij. Do të thonë dhe ose do të thonë pa e thirrur atë për pendim, edhe që të jetë e qartë kjo te njerëzit, se përndryshe ashtu mendojnë se ky dietar ose ky thirrës ose ky i ditur ose ky nxënësdije, do të thonë pajtohet me rrugën e atij që e ka vizituar, edhe kjo është shkak për devijim të njerëzve. Pra, si e ka vizituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka vizituar jahudin, edhe e ka thirrë në islam, edhe kur e ka pranuar islamin, ka thënë alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Do të thonë alhamdulillah që Allahu e shpëtoi prej xhehenemit. Pra edhe ky është sqarim gjithashtu. Mos mbetet vetëm sikur i ka vizituar jahudit edhe është në rregull rruga e jahudive, por ka treguar që me hyrjen në islam, do të thonë ka shpëtuar. Po pastaj te tema e radhës, ku është hadithi 531 në libër. Tema është babu men keriha lil aidi an yanzura ila al fuduli fil bejt. Do të thonë
vizitori është e urryer që të shikoj, domethënë ta lëshoj shikimin nëpër shtëpi, domethënë të shikoj gjëra që nuk janë puna e tij. Domethënë kur shkon një prej etikave të vizitës të smurit, kemi përmendur më herët, është që njeriu ta ul shikimin, edhe mos i hap syt aty a shtëpia e rregulluar, a ka gra për shembull nëpër shtëpi ose kështu. Por duhet të jetë shikimi i ulur, edhe të jetë vizita për hir të Allahut, jo për përfitime të dunjas, as për famë, po të jetë për hir të Allahut. Edhe këto vizita e smurit, bamirësia ndaj prindërve, ose sadakaja për fukarat, ose bindja ndaj pushtetarit, domethënë gjitha këto janë adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë vetëm syfatësi, do thotë nuk janë syfatësi për atë njeri, jo për të smurin. Pra nuk shkojmë ta vizitojmë të smurin për të përfituar nga ai smuri. Po, shkojmë ta vizitojmë të smurin për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është, prandaj kur shkon me këtë qëllim, edhe je në adhurim, në ibadet. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush viziton një të smur, e thret një zë nga qielli, en tibte wa tabe memshak. Domethënë, je i mirë, ose qofsh i mirë dhe i pastër dhe ecja jote është e mirë. Domethënë me të kënaqet Allahu, wa tabawwa'ta min al-jannati nuzula, edhe të përgatitet një shtëpi në xhennet. Domethënë me këtë vizitë për të smurin. Prandaj domethënë je në adhurim, edhe nuk lejohet brenda adhurimit njeriu të bëjë mëkate. Domethënë të shikoj atë që është haram ta shoh, domethënë auretet e të tjerëve, domethënë aureti i shtëpisë që janë gratë kështu me radhë, ose ato privatësitë e asaj shtëpie, domethënë atëherë e prish ibadetin. Pra thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ali ibn Hujr, qala akhbarana Ali ibn Mushir, an al-Ajlah, an Abdullah ibn Abi al-Hudhayl, qal. Domethënë me këtë zinxhir nga Abdullah ibn Abi al-Hudhayl, thot دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم. Domethënë Abdullah ibn Mas'udi shkoi te një i smur që ta vizitoi dhe me ta kishte disa njerëz, domethënë që kanë shoqëruar. Wa fil bayt imra'a, edhe në shtëpi kishte një grua. Faja'ala rajulun min al-qawmi yanzuru ila al-mar'a. Edhe një njeri prej atyre shoqëruesve të Abdullah ibn Mas'udit e shikonte atë gruan. Faqala lahu Abdullah, atëherë Abdullah ibn Mas'udi ka thënë, law in faqa'at 'aynuka kana khayran lak. Ka thënë, me të nxjerr syri do të kishte qenë më mirë për ty. Domethënë më mirë me humb shikimin sesa me shiku në haram. Domethënë ky është kujdesi i sahabeve. Pra i ka tregu që këtë që e duke bërë është më keq se sa me të qërru syt, ose me të nxjerr nga vendi. Domethënë është punë e keqe, lëshimi i shikimit aty ku është ndaluar të shikohet, është prej mëkateve, domethënë me të cilat njeriu ngarkohet në mënyrë të rëndë. Prandaj duhet gjithmonë, domethënë shikimi është obligim që të ulet, edhe të ruhet. Edhe nëse she ndonjë haram, domethënë ndonjë grua, shikimi i parë që është i befasishëm, domethënë për ta nuk ka mëkat. Por nëse vazhdon njeriu me shikim, edhe kënaqet me atë shikim, atëherë domethënë për këtë i ngarkohet me mëkate. Për këtë shkak shikimi i parë i papritur, domethënë është i falur, kurse pas kësaj njeriu duhet ta largojë shikimin, dhe nëse vazhdon atëherë ngarkohet me gjunahe, Allahu na ruaj. Dhe tema tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babu al-iyada min ar-ramad, domethënë vizita për smundjet syve. Edhe kësaj smundjes ramad, nëse nuk gaboj, i thonë kjo që quhet në kohën tonë katarakta, domethënë perdja e syve.
Kjo është prej smundjeve më të lehta, edhe që nuk vret. Për këtë shkak kanë thonë disa prej dietarëve se nuk ka vizitë smurit për këtë smundje. Mirë po, Imam Buhari më thënë ka sjell këto hadithe që tregoj se edhe për këtë ka vizitë. Ka thonë pra transmetimin, haddathana Abdullah ibn Salih وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه قال مثلا ترانسميتون أنس بن مالك رضي الله عنه سكاثان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل pra thotë Enesi e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ka thënë Allahu i lartësuar. Pra ky hadith çka është? Hadith qudsi, apo. Si kemi thënë varësisht se ku mbaron zinxhiri. Sa hadithe e dini? Cilat? Po, ku mbaron zinxhirin, nëse mbaron te tabiu, si quhet? Si? Ja, tjetër. Ather, edhe të gjitha athere quhen, po... Tabiu e ka marrë te sabiu, që është i bie... Me ukufa. Ja, nëse thuhet, ka thonë filan tabini. Kaq. Jo, nuk është me ukuf, kjo është maqtu, quhet. Maqtu, të tabini, me ukuf të sahabiu, mërfu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu, atëherë është qudsi, hadith qudsi. Ka thënë Allahu i lartësuar, idha ibtalejtuhu bi habibatayhi yuridu aynayhi thumma sabara awadtuhu al-janna. Pra ka thënë Allahu i lartësuar kur ta sprovoj robin tim me dy të dashurat e tij. Do të thonë është për qëllim sytë e tij. Pastaj ajo është durimtar, do të thonë duron, ja kompensoj me xhennet. Do të thonë Allahu ka thënë kur ta sprovoj robin tim me sytë, do të thonë që e humb shikimin, i dobësohet shikimi ose e humb krejtësisht, edhe ai duron për hir të Allahut, atëherë kompenzimi për të është xhenneti. Dhe në hadithin e radhës حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول do thot gjithashtu me këtë zinxhir nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë pra hadith yaqulu Allahu thot Allahu i lartësuar ibn Adam o biri i Ademit idha akhadhtu karimatayka kur ti marr dy më të vlefshmet e tua ose dy do të thënë më fisnike çike fa sabarta inda as-sadma dhe duron në goditjen e parë wahtasabta edhe pret shpërblimin lam arda laka thawaban dun al-janna. Do të thënë nuk t'jap shpërblim tjetër më të vogël se xheneti. Do të thënë nuk t'jap shpërblim më të vogël se xheneti. Do të në këta dy hadithe është përmendur janë përmendur syt të njëri bi habibatayhi me dy të dashurat e tij, të tjetri bi karimatayhi ose karimatayka. Do të thënë dy më të vlefshmet, dy më fisniket të tij, që tregon padyshim se syri është gjymtyra më e vlefshme e njeriut. Edhe dihet se njeriu më shumti e ruan edhe kujdeset për syrin. Do të thonë çdo sulm ose çdo rrezik që i afrohet njeriut, gjëja e parë që e bën është që i mbron syt me gjymtyr tjera, do të thonë me dorën ose me shpinën ose me çka do të qoftë tjetër, do thotë kjo është natyra e njeriut që gjymtyrën më të vlefshme edhe më të çmuar e ka syrin, dhe nëse me këtë Allahu të sprovon dhe duron për hir të Allahut. Dhe ka thënë inda sadma, do të thonë te goditja e parë.
Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna sabru fi sadmati al-ula. Do të thonë durimi llogaritet në goditjen e parë. Do të thonë kur vjen një herë sprova, goditja e parë e sprovës, aty shihet a është njeriu durimtar ose dëshpërohet edhe e shan kaderin ose tregon paknatësi. Do të thonë te goditja e parë, se kur të kalojë një kohë dhe njeriu mësohet me atë sprovë, atëherë është e lehtë për secilin. Por durimi i vërtet është te goditja e parë. Në momentin për shembull që njeriu i vjen një sprovë, në atë moment thot të Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi. Edhe thot se kjo është caktimi i Allahut dhe Allahu vepron çka do, do të thonë te momenti i parë. Atëherë ky është durim i vërtet. Dhe wahtasabta, edhe pret shpërblimin e Allahut, do të thonë menjëherë kupton se është sprovë prej Allahut dhe se Allahu do të shpërblej, atëherë shpërblimi më i vogël që do ta jap Allahu është xheneti. Do të thonë nuk ka pra shpërblimi më i vogël ose kompenzimi më i vogël për këtë sprovë është xheneti. Edhe ky është shpërblimi më i madh që mund ta fitojë njeriu. Do thotë këto dy hadithe janë sahiha këtu, pastaj ka përmendur hadithe të tjera që tregon se kanë vizituar njerëz edhe për këtë ramed, do të thonë që është më e vogla prej smundjeve të syve, edhe është e lehtë, edhe shërohet shpejt me lejen e Allahut, edhe për këtë ka vizitë. Do të thonë nuk ka dyshim se secili që ka ndonjë sprovë ose në veçanti smundje, do të thonë është mirë të vizitohet edhe të përforcohet e kështu me radhë. Pastaj hadithin tjetër ka thonë babu ejne yaq'udul aid. Do të thonë tema tjetër ku duhet ulet vizitori i të smurit. Ku duhet ulet së mendoni? Po, kjo është e vërtet, po kur i afrohesh smurit, ku si thëti? Te koka, po. Te koka se lexuam hadithin më herët, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku te djaloshi, është ul afër kokës. Pra këtu thot Imam Bukhari, haddathana Musa, qala haddathana Rabi' ibn Abdillah, قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده. Do të thonë shkova me Hasanin te Qatadja që ta vizitojmë. فقعد عند رأسه, edhe ul te koka. فسأله ثم دعا له, e pyeti, do të thonë si pra pyetjet që i bën smurit, edhe u lut për ta. Pastaj tha Allahumma shfi qalbahu washfi saqamahu. O Allah, shëroja zemrën dhe largoja smundjen. Pra është lutur me këto fjalë që tregon se edhe për smundje shpirtërore vizitohet gjithashtu. Kur njeriu ka, si thuhet, depresion ose edhe një breng të madhe, edhe për këto çështje vizitohet, edhe duhet bëj dua njeriu për të smurin. Edhe ja leçon me fjalë edhe me afërsi e kështu me radhë, me përkrahje, dhe lutet për ta që t'ja largojë të gjitha llojet e smundjeve. Edhe do të thotë në definicionin e smundjes që është vonë, do të thonë si thuhet Organizata Botërore Shëndetësore. Është edhe kjo që smundja është, ose shëndet, do të thonë është mirëqenia fizike dhe shpirtërore. Do të thonë kjo është shëndeti i plotë. Nëse ka mangësi në shëndetin shpirtëror, emocional, edhe ajo quhet smundje. Këtë selefin e kam mësuar, ne nuk kemi nevojë për asnjë lloj organizate, asnjë lloj definicioni të ri. Elhamdulillah, feja jonë është përsosur, edhe e plot, nuk ka asnjë mangësi në të, prandaj nuk ka nevojë dhe hapësirë për të shtuar në të. Nëse dikush shton, vetëm prish. Dhe ai që qëndron preciz në atë që është shpallur në fenë tonë dhe e mëson, prandaj duhet ta mësojmë këtë fe të madhrishme. Se nuk ka diçka në të që është me mangësi ose e pasakt.
Dhe gjithashtu nuk kam ndonjë temë që na mungon. Vetëm na mungon studimi dhe interesimi për të mësuar këtë fe madhështore. Do thot, pra kjo është argument se është mirë të bëhet lutje për të smurin. Dhe hadithi i fundit prej këtyre haditheve që flasin këtë temë është për temat, për këto temat, do të thonë të vizitës së të smurit, është tema tjetër babu, e njëjta, në realitet, do të thonë kuptimi i njëjtë. Do thotë ku duhet ulet, sepse kjo që thamë më herët ishte ether nga Qatada, nga Hasan, do shta është Hasan al-Basri, wallahu alam. Në tjetri është hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه ابن سعيد قال حدثني المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. Do të thonë me zinxhirin që e tham, nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha aada al-marida. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e vizitonte të smurin, jalasa inda ra'sihi, ulej te koka e tij. Thumma qala 7 marrat, pastaj thoshte ose 7 mirar, do të thonë thoshte 7 herë, as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyak. Pra 7 herë e lut Allahun e madhërisëm, Zotin e arshit madhështor, që të shëroj. Këtë e thoshte dhe ka thonë fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'ihi. Pra kush e bën këtë, nëse ai smuri ka afat të exhelit, do të thonë nuk i ka ardhur dita e vdekjes, atëherë do të shërohet. Pra nëse ai vizitori ja bën këtë lutje. Pra ky edhe një prej haditheve që tregon vlerën e vizitës të smurit, dhe gjithashtu e tregon këtë dua që është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është shumë e preferuar që njeriu të lutet për të smurin kur e viziton atë. Me kaq mjaftojnë dhe në takimet e radhës vazhdojmë me temat tjera. Do të thonë këto ishin temat për vizitën e të smurit. E lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na shtojë deturinë, të na përmirësojë gjendjen tonë të rësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. E lusim Allahun që të na udhëzojë për moralin më të bukur se nuk na udhëzon askush për ta përveç Allahut, dhe të na largojë prej moraleve të këqija se nuk na i largon ato askush përveç atij subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.